Spaki ka komunikuar sot akuzën e shpërdorimit të detyrës Elvis Roshit, ish kryebashkiaku të Kavajës. Roshi është hetuar nga Prokuroria Speciale për periudhën që ka drejtuar bashkinë, ndërsa në zgjedhjet e fundit parlamentare ai është monitoruar për ndikim në zgjedhje, pasi një prej të afërmve të tij kandidonte për deputet në listën e hapur të koalicionit udhëhequr nga Demokratët e Sali Berishës. Roshi është hetuar për një seri tenderash të organizuara nga Bashkia Kavaj gjatë kohës që ai ishte kryebashkiak. Bëhet fjalë për tendera në infrastrukturën e qytetit, përfshirë edhe qendrën, si dhe për pemët dekorative. Sipas Spak, nga hetimet rezulton se dëmi i shkaktuar si pasojë e abuzimit me tenderat arrin në 33 milion lek. Spak nisi hetimet për Roshin në vitin 2024, ndërsa ish kryebashkiaku është paraqitur disa herë në Prokurorinë Speciale, ku është marrë në pyetje nga prokurori dhe agjentët e BK-s. Tenderat për cilat Spak ka hetuar ish kryebashkiakun e Kavajës i përkasin periudhës janar 2013-dhjetor 2014. Nga hetimet ka rezultuar se në të paktën 3 tendera ofertuesi me çmimin më të ulët është skualifikuar padrejtisht si rezultati i llogaritjes së gabuar të ofertës. Hetimet kanë nisur pas raporteve audituese nga KLSH, fillimisht nga Prokuroria e Durrësit e më pas i ka kaluar Spakut. Irena Gjoka, e cila për një mandat 3 vjeçar drejtoi gjykatën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, rezulton në kushtet e ndalimit të ushtrimit të funksioneve të saj si gjyqtare. Kjo të paktën në bazë të verifikimeve të kryera nga Prokuroria e Përgjithshme, e cila i ka përcjellë informacionet KLG-s, bazuar në një shkresë që Këshilli i kishte dërguar më parë organit qendror të akuzës. Bazuar në verifikimet e Prokurorisë së Përgjithshme, rezulton se Irena Gjoka Shpata Maneku, e cila për muaj me radhë ishte në qendër të akuzave të ish kryeministrit Sali Berisha, i cili denoncoi pari një dënim të saj në Greqi, të cilin gjyqtarja nuk e kishte pasqyruar në formularin e dekriminalizimit, rrezikon të dalë jashtë sistemit të drejtësisë. Tashmë i takon KLG-s, institucioni që ka kompetencën të bëjë vlerësimin për gjyqtaren, të marrë një vendim se çfarë do të ndodhë me antaren e gjykatës speciale. Bazuar në ligjin e dekriminalizimit, karriera e Irena Gjokës ndërpritet sepse ajo nuk ka deklaruar në formular dënimin. Nëse ndodh kjo, Gjoka do të jetë gjyqtarja e parë e GKK-s që pasi ka kaluar vettingun të dalë jashtë sistemit të drejtësisë. Mjeku psikiatër Neli Demi ka reaguar ashpër pasi QSU të mbeti pa energji elektrike mbrëmjen e së hënës. Në një reagim në rrjetet sociale, mjeku shkruan se spitali pa energji elektrike nuk mund të quhet defekt teknik, por një krim institucional. Sipas mjekut, mbrëm është kaluar vija e kuqe dhe fakti që nuk pati viktima për shkak të mungesës së energjisë elektrike nuk ishte sukses i sistemit, por fat i verbër. Fakti që reanimacioni, urgjenca dhe shërbime jetike në qendrën spitalore universitare Nën Tereza kanë mbetur pa energji elektrike është krim institucional, jo defekt teknik. Kjo është vije kuqe e kaluar. Në asnjë vend normal reanimacioni, terapia intensive, sallat e operacionit nuk mbeten pa energji elektrike kurrë, as për sekonda, as për minuta, as rastësisht. Nëse pacientët janë nxjerrë në korridore, kjo do të thotë se sistemet rezerv nuk ekzistojnë realisht, ose jashtë funksioni, ose nuk janë testuar kurrë, ose drejtuesit nuk kanë besim tek to. Secila prej këtyre do ishte një dështim kriminal në menaxhimin e shërbimeve jetike, ka shkruar ndër të tjera mjeku në Facebook. Evi Kokalari, aktivistja shqiptaro-amerikane, ka reaguar përmes një postimi në rrjetet sociale lidhur me ftesën që presidenti amerikan Donald Trump i ka dërguar kryeministrit Edi Rama për të bërë pjesë e bordit të paqes për Gazën, e ndërsa disa nga liderat botror kanë refuzuar kushtin për të paguar $1 miliard kesh që të kenë një vend në bord. Në Shqipëri ftesa po trajtohet si një trofe që kryeministri ka marrë nga presidenti amerikan. Kokalari në reagimin e saj shpreh se nëse Edi Rama nuk ka nënshkruar për të dhënë $1 miliard kesh në vitin e parë, kuptoni se ka investuar bollshëm duke falur Sazanin dhe zona të tjera. Po ashtu ka marrëveshje me Emiratet për projektin €2 miliard në Bregdetin e Durrësit, që kritikohet për mungesë transparence dhe favorshmëri fiskale. Presidenti i SBA Donald Trump ka kritikuar se vendimi i Britanisë për t'ia kaluar ishujt Chagos Mauritiusit është ndër arsyet pse ai dëshiron të marrë kontrollin e Groenlandës. Në një postim në Truth Social, ai tha se plani i Mbretërisë së Bashkuar për t'ia dorëzuar sovranitetin e ishujve Chagos Mauritiusit është një akt i madh budallalloku. Darren Jones, sekretari kryesor i kryeministrit britanik Keir Starmer, tha se marrëveshja me Mauritiusin është përfundimisht miratuar dhe legjislacioni për procesin është nënshkruar. Ai theksoi se kjo siguron funksionimin e bazës ushtarake amerikane në Diego Garcia për 100 vitet e ardhshme. Ndërkohë, udhëheqësi i reformës Nigel Farage, i afërt me Trump, ka dalë në mbështetje të presidentit amerikan, duke shkruar se Trump ka vendosur një veto ndaj dorëzimit të ishujve Chagos.
Numri i personave që kanë humbur jetën si pasojë e përplasjes të 2 trenave në Spanjë është rritur në 40, por shumë se 150 të tjerë u plagosën, ndërsa vendi mbetet i mpir nga tragjedia që ndodhi pasditën e së dielës. Ndërkohë, përpjekjet për të identifikuar viktimat po vazhdojnë, ka raportime se 43 persona rezultojnë të zhdukur, megjithëse ka dyshime se një pjesë e tyre mund të jenë mes atyre që humbën jetën. Nga të plagosurit 39 vijojnë të jenë në spital për ndihmë mjekësore, ndërsa 13 prej tyre ndodhen në kujdes intensiv. Ekspertët po hetojnë shkaqet e tragjedisë, ndërsa ekipet teknike po mbledhin prova në vendin e aksidentit. Treni i dal nga Shina u përplas me një tren që vinte nga drejtimi i kundërt. Aksidenti ndodhi pranë Adamuz, në provincën e Cordobës, rreth 360 kilometra në jug të Madridit. 4 persona përfshirë zyrtar kanë rënë në burg gjatë një aksioni policor në Prishtinë, në ndyshimin për rishfet dhe abuzime në lëshimin e lejeve për armë, njoftuan autoritetet kosovare. Prokuroria themelore në Prishtinë tha se në mesin e të arrestuarve janë 2 zyrtarë të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Kosovës, të cilët dyshohen se kishin lëshuar certifikata për armbajtje, duke i shpërfillur procedurat ligjore. 2 zyrtarët dyshohen për keqpërdorim të detyrës zyrtare, ndërsa 2 të arrestuarit e tjerë dyshohen për pranim të rishfetit në sektorin privat, thuhet në njoftim që të 4 të arrestuarit janë dërguar në mbajtje për 48 orë, pasi u morën në pyetje në pranit avokatit mbrojtës. Policia e Kosovës theksoi se ata kanë marrë rishfet nga persona të ndryshëm, të cilët janë pajisur me certifikat për leje të armës pa prezencën e tyre, siç e parashikon ligji dhe procedurat e tjera vijuese. Ludovico Clemente Garavani, i njohur në botën e modës si Valentino, ka ndëruar jetë në moshën 93 vjeçare në banesën e tij në Rom. Lajmi u konfirmua nga fondacioni Valentino Garavani dhe Giancarlo Giametti, bashkëthemeluesi i markës dhe ish partneri i stilistit të njohur. Omazhet publike do të zhvillohen në datat 21 dhe 22 janar, nga ora 11 deri në 18 në Piazza Mignanelli 23 në Rom, vend simbolik i krijimtarisë së tij. Ceremonia e varrimit pritet të mbahet të premten më 23 janar në orën 11 në Bazilikën e Santa Maria degli Angeli e dei Martiri në Piazza della Repubblica 8 Rom. Valentino lindi në Voghera në vitin 32 dhe nisi karrierën e tij në Paris, ku u formua në atelieret e Jean Dessay dhe Guy Laroche. Në vitin 1958, pasi u kthye në Itali, hapi një laborator mode në Via Condotti Rom. Pika e kthesës në karrierën e tij ndodhi në vitin 1962 në Palazzo Pitti, kur koleksionet e tij tërhoqën vëmendjen ndërkombëtare. Së bashku me Giancarlo Giametti, ai themeloi Maison Valentino, e cila shpejt u bë një ndër emrat më të rëndësishëm të modës botërore, duke veshur yjet më të mëdhenj të Hollywoodit dhe elitën ndërkombëtare.